تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيح. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. E gjithë lavdia I takon vetëm Allahut, ata e falenderojmë, ata e lavdërojmë, prej Tij kërkojmë ndihmë dhe prej Tij kërkojmë falje. Kërkojmë mbrojtje tek Allahu nga e keqja e vetes sonë dhe nga të këqijat e veprave tona. Kë e udhëzon Allahu nuk ka kush e devion dhe kë e devion Allahu nuk ka kush e udhëzon. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar të drejtë përveç Allahut një, I cili nuk ka ortak dhe nuk ka rival. Ai është I adhuruar në qiell dhe I adhuruar në tokë. Madhërisë së Tij dhe pushtetit të Tij I nënshtrohet çdo gjë. Ata e lartëson me tauhid çdo gjë. I madhrishëm është Perëndia dhe I adhuruari ynë I plotfuqishëm. Dhe dëshmoj se Muhamedi është rob dhe I dërguari I Tij, I përzgjedhuri dhe I dashuri I Tij, besniku për shpalljen e Tij dhe kumtuesi I fesë së Tij te njerëzit. Nuk ka lënë ndonjë të mirë pa e udhëzuar umetin drejt saj dhe nuk ka lënë ndonjë të keqe pa e paralajmëruar umetin prej saj. Dëshmojmë se ai e çoi në vend misionin, e plotësoi amanetin, e këshilloi umetin dhe luftoi për Allahun ashtu si I takon atij. Salavatet dhe selamet e shumta të Allahut qofshin për të, për familjen dhe të gjithë shokët e tij. Mëtej, o robërt e Allahut, ju porosis ju dhe veten time për takwa dhe ruajtje në fshehtësi dhe në publik. Ruajtja nga zemrimi I Allahut është çështje madhështore. Realiteti I saj me fjalë të shkurtra është ti zbatosh urdhrat e Allahut me dritë, me dituri nga Allahu, duke shpresuar shpërblimin e Allahut dhe të largohesh nga kundërshtimi I Zotit lartësuar në secilën gjendje me dritë nga Allahu, duke u friksuar nga dënimi I Allahut. Vëllezër besimtar, zemra e besimtarit nuk përmirësohet ndryshe pos duke e madhruar Allahun e lartësuar. Zemra nuk përmirësohet dhe besimi nuk drejtohet në zemër ndryshe përveç se me zbatimin e plot të tauhidit. Sa më shumë që robi e pastron për kushtimin e tij ndaj Allahut, sa më shumë që e veçon Allahun me adhurim, sa më shumë që e plotson dëshminë se nuk ka të adhuruar të drejtë përveç Allahut dhe se Muhamedi është I dërguari I Allahut, aq më shumë është I qëndrueshëm në iman dhe më I fuqishëm për luftë kundër shejtanit. Allahu ka urdhëruar për plotësim të tauhidit dhe për kushtimin e sinqertë të adhurimit vetëm ndaj Tij. Ka thënë Allahu I lartësuar: "Qul inni umirtu an a'budu Allaha mukhlishan lahu." Qul inni umirtu an a'budu Allaha mukhlishan lahu ad-din. Thuaj, unë jam urdhëruar që të adhuroj Allahun me përkushtim të pastër e të sinqertë të adhurimit vetëm ndaj Tij. Dhe ka thënë Allahu: "Ela lillahi ad-dinul khalis." Vetëm Allahut I takon adhurimi I pastër. Do me thënë, vetëm atë adhurojeni me përkushtim të pastër dhe larg shirkut. Kjo është bazë madhështore mbi të cilën qëndrojnë qiejt dhe toka, dhe për shkak të saj janë krijuar xhinët dhe njerëzit. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Xhinët dhe njerëzit nuk I kam krijuar për asgjë tjetër përveç se që të më adhurojnë. Do me thënë që të më veçojnë vetëm mua me adhurim. Tauhidi është çështje madhështore. Për të janë dërguar të gjithë pejgamberët, për shkak të Tij janë krijuar xheneti dhe xhehenemi. Për shkak të Tij u ka ardhur dënimi mosbesimtarëve për të këqijat që I kanë vepruar vetë dhe për shkak të Tij Allahu u ka ndihmuar besimtarëve dhe I ka ngritur mbi të tjerët. Prandaj besimtarët e kanë obligim të përpiqen me seriozitet për ta zbatuar tauhidin dhe për kushtimin e sinqert ndaj Allahut, që adhurimi I tyre dhe të gjitha veprat e tyre të mira të jenë vetëm për Allahun një dhe për askënd tjetër. Tauhidi është shkak për shpëtimin e robit në ditën e gjykimit. Kur robi besimtar e zbaton tauhidin, atëherë I arrin mirësitë e Allahut në dynja dhe ahiret. Megjithse realizimi I tauhidit është obligim I pashmangshëm, vlera dhe rezultatet e mira të tij në dynja dhe në ahiret janë të shumta.
Prandaj, Allahu i ka treguar vlerat dhe mirësitë që i arrin robi me plotësimin e tauhidit, ka treguar se për shkak të zbatimit të tauhidit i falen gjunahet dhe se tauhidi është afrimi më i madh i robit tek Allahu. Dëgjoni si thot Allahu i lartësuar: Alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ata që besojnë dhe nuk e molepsin besimin e tyre me padrejtësi, pikrisht atyre u takon siguria dhe ata janë të udhëzuarit. Kur zbriti ky ajet, ju duk i rënd sahabeve, prandaj thanë: o i dërguari i Allahut, kush prej nesh nuk i ka bërë padrejtësi vetes? Ai tha: leysa dhalik, innama huwa shirk. Alam tasma'u ma qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tushrik billah inna ash-shirka la dhulmun 'azim. Nuk është ajo. Pra nuk është padrejtësia bërja e mëkateve, por bëhet fjalë për shirkun. A nuk e keni dëgjuar si ka thënë Luqmani birit të tij duke e këshilluar: o djali im, mos i shoqëro Allahut asgjë në adhurim. Padyshim shirku është një padrejtësi shumë e madhe. Transmetojnë Buhariu dhe Muslimi. Pra ky ajet është premtim nga Allahu, e premtimi i tij është i saktë se ata që e realizojnë tauhidin dhe largohen nga të gjitha llojet e shirkut kanë siguri në dunja dhe ahiret dhe janë të udhëzuar në dunja dhe ahiret. Alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ata që besojnë dhe nuk e molepsin besimin e tyre me padrejtësi, pikrisht atyre u takon siguria dhe ata janë të udhëzuarit. Ky është një nga frytet e tauhidit dhe një nga vlerat e shumta të tauhidit. Aq sa e zbaton tauhidin dhe përkushtimin e pastër ndaj Allahut, aq sa largohesh nga shirku i dukshëm dhe i fshehtë, aq do të kesh siguri dhe aq do të jesh i udhëzuar. Prandaj e sheh besimtarin monoteist se është njeriu më i sigurt dhe i paluhatshëm në dunja. I tilli do të jetë gjithashtu më i sigurti në ditën e Kiametit. A keni dëgjuar fjalën e Zotit lartësuar për besimtarët kur thot: la yahzunuhumul faza'ul akbar wa tatalaqahumul malaika hadha yawmukum alladhi kuntum tu'adun. Ata nuk do t'i brengos tmerri më i madh dhe engjëjt do t'i presin duke u thënë: kjo është dita juaj e premtuar. Besimtari i udhëzuar nuk friksohet kur friksohen njerëzit në dynja, sepse në zemër ka përkushtim të sinqertë dhe tauhid, që jep siguri dhe qetësi. Njashtu edhe ditën e gjykimit, kur njerëzit do të friksohen nga zjarri dhe do të cilët xhehenemi para tyre, besimtari me tauhid nuk do të friksohet. Ka thënë Allahu i lartësuar: innal ladhina sabaqat lahum minna al-husna ulaika anha mub'adun la yasma'una hasisaha wa hum fi ma ishtahat anfusuhum khalidun. Ndërsa ata të cilëve u ka prirë mirësia jonë qysh më parë, do të jenë larg xhehenemit. Ata nuk do ta dëgjojnë fërshëllimën e tij dhe do të qëndrojnë për herë në atë që u ka dëshiruar shpirti i tyre. Vëllezër të dashur besimtar, tauhidi është çështje madhështore. Ne kemi obligim ta mësojmë, ta kuptojmë dhe ta zbatojmë tauhidin, që është pastrimi i përkushtimit të fesë vetëm ndaj Allahut. Tauhidi është shkak i largimit të sprovave dhe devijimeve. Kur njeriu e plotson tauhidin me fjalë dhe vepra dhe largohet nga shirku në fjalë dhe vepra, atëherë fiton mirësi të madhe, që i falen të gjitha mëkatet që i ka bërë njeriu mes tij dhe Allahut. Në hadith sahih është vërtetuar se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Allahu thot: Ya ibn Adam, innaka law ataytani bi qurabil ardi khataya, thumma laqitani la tushriku bi shay'a, la ataytuka bi qurabiha maghfira. O biri Ademit, nëse vjen tek unë me mëkate sa mbushet toka, por më takon pa më bërë shirk asgjë, unë do të sjell po aq falje, sa mbushet toka. Transmeton Tirmidhiu dhe Albani e konsideron sahih. Njeriu të tauhidit i falen të gjitha mëkatet. Dëshmia la ilaha illa Allah, nuk ka të adhuruar të drejtë pos Allahut, që do të jetë e shkruar në një letër në ditën e gjykimit, kur të vihet nga ana e veprave të mira të peshores, i rendon të gjitha regjistrat e mëdhenj të shkruar me vepra të këqija. Kjo fjalë është e rëndë, por i takon atij që e zbaton dhe e plotson atë, që punon sipas kuptimit të saj, është i bindur në të, i plotson kërkesat e saj dhe largohet plotësisht nga shirku. Me dritën e kësaj fjale nuk mund të barazohet asgjë. Ajo i djeg epshet dhe pasionet
dhe i djeg dyshimet në dunja, si dhe i djeg pasojat e epsheve dhe dyshimeve në ahiret, kur vendosen peshorët dhe bëhet llogaritja e njerëzve. Por edhe në dunja, njerëzve të tauhidit, Allahu dhuron mbrojtje dhe largim nga të këqijat dhe veprat e fllihshta. Për Jusufin a.s. Allahu i lartësuar ka thënë: "Kadhalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsha innahu min ibadina al-mukhlasin." Kështu e larguam atë nga e keqja dhe vepra e shëmtuar, sepse ai në të vërtetë ishte nga robërit tan të kushtuar me sinqeritet. Kjo do të thotë se ata që janë të sinqertë dhe të përkushtuar ndaj Allahut në fjalët dhe veprat e tyre dhe zbatojnë tauhidin, shpëtojnë nga mëkatet e mëdha dhe veprat e turpshme. Prej mirësisë së tauhidit gjithashtu është se kur njerëzve u ndodhin goditje të sprovave dhe u vinë dënimet, atëherë zbatuesit e përkushtimit të pastër dhe tauhidit janë ata që shpëtojnë. Allahu i lartësuar ka thënë: "وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون." Popullit Themudit ne ja dërguam rrugën e drejtë. Popullit Themudit ne ja treguam rrugën e drejtë, por ai parapëlqeu verbërimin e jo udhëzimin. Andaj e goditi rufeja e dënimit poshtrues për ata që kishte bërë. وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ. E ne i shpëtuam ata që besuan dhe që u ruajtën prej të këqijave. Njerëzit e tauhidit shpëtojnë kur të tjerët i godet shkatrimi, e nëse vdesin bashkë me të tjerët, ata përsëri janë të shpëtuar pas vdekjes kur të kthehen tek Allahu. Njerëzit e padrejt dënohen në dunja dhe dënohen në ahiret, kurse njerëzit e tauhidit ringjallen sipas asaj që kishin në zemrat e tyre dhe sipas veprave të tyre. Allahu nuk bën padrejtësi asnjë grimc. O robi i Allahut, kur ta njohësh vlerën dhe mirësinë e tauhidit, gjithashtu dije se Allahu i lartësuar nuk e fal shirkun. Ai ka thënë në librin e tij, Kur'anin madhështor: "Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida." Vërtet, Allahu nuk fal që ta adhurohet dikush apo diçka tjetër veç atij. Por gjunahet e tjera ja fal kujt të doj. Kushdo që i bën shok Allahut në adhurim, ai me të vërtet ka humbur shumë larg prej udhës së drejtë. Allahu nuk pranon asgjë tjetër post tauhidit dhe nuk e fal shirkun asnjëherë. Kjo do të thotë se ata që bëjnë shirk kanë dënim të madh dhe dënimi i tyre është zjarri i xhehenemit në ahiret dhe poshtrimi në dunja. Ka thënë Allahu i lartësuar: "Laqad kafara alladhina qalu inna Allaha huwa al-Masih ibn Maryam wa qala al-Masih ya bani Israila a'budu Allaha rabbi wa rabbakum innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Padyshim janë jo besimtar ata që thonë Allahu është Mesihu i biri Merjemes, sepse vetë Mesihu ka thënë: "O bijtë e Izraelit, adhuroni Allahun, që është Zoti im dhe Zoti juaj. Sigurisht, ati që adhuron tjetër kënd përveç Allahut, Allahu do t'ja ndalojë xhenetin dhe strehimi i tij do të jetë zjarri, për keqbërësit nuk ka asnjë ndihmës." Vëllezër besimtar, kur të na bëhet e qartë se haku i Allahut është tauhidi, se vlera e tauhidit është e madhe dhe se dënimi i shirkut është i tmerrshëm, atëherë kemi nevojë që vazhdimisht ta mësojmë tauhidin dhe vazhdimisht të friksohemi prej shirkut, sepse tauhidi dhe përkushtimi i veprave ndaj Allahut nuk qëndron vetëm kështu pa dituri, por ka nevojë të domosdoshme për mësim. Kur e shohim se Allahu i lartësuar e ka urdhëruar pejgamberin e tij sallallahu alaihi wasallam për mësim të diturisë së tauhidit, atëherë urdhri ndaj nesh është edhe më parsor për shkak të ignorancës sonë të madhe. Allahu i thot pejgamberit sallallahu alaihi wasallam: "Fa'lam annahu la ilaha illa Allah." Dije se nuk ka të adhuruar të drejtë pos Allahut. Pra dituria e tauhidit është çështje e rëndësisë madhështore. Nuk është e drejtë që dikush të thotë e kemi kuptuar tauhidin ose i kemi kuptuar llojet e tauhidit dhe të thotë se nuk ka nevojë të përsëritet dhe të rikujtohet kjo dituri. Duhet vazhdimisht të përsëriten mësimet dhe të rikujtohen sqarimet e dietarëve në këtë temë, sepse kjo nuk është temë e mësimeve dhe diturisë teorike, por është haku i Allahut lartësuar. Kur e mësojmë dhe
dhe e përsërisim, ne e përmirësojmë zemrën tonë dhe punojmë në përmbushjen e hakut të Allahut, që është obligimi i robërve të tij. Duhet ta mësojmë tauhidin dhe për ta njohur edhe më mirë atë, ta mësojmë të kundërtën e tij, që është shirku. Ti dim pjesët e tauhidit, llojet e adhurimit me të cilat zbatohet tauhidi, ti dim llojet dhe format e frikës, shpresës, mbështetjes, veprat e zemrës, veprat e gjuhës dhe veprat e gjymtyrëve, si dhe ta mësojmë si duhet të gjitha këto t'ia kushtojmë pastër vetëm Allahut, krijuesit tan. Ta mësojmë edhe të kundërtën, shirkun dhe detajet e tij. Ta dim cili është shirku i madh, shirku i vogël dhe llojet e tij, shirku i fshehtë, shprehjet që përmbajnë shirk, duke e kuptuar praktikisht në përditshmëri. Nuk guxon dikush të thotë se këto janë gjëra të njohura dhe s'ka pse angazhohemi me to, sepse miku i dashur i Allahut, Ibrahimi alayhis salam, ka thënë: "Wajnubni wa baniya an na'budu al-asnam." O Zoti im, më ruaj mua dhe pasardhësit e mi nga adhurimi i idhujve. Ibrahim et-Tejmi, Allahu e mëshiroft, një prej dietarëve të tabiinëve, ka thënë: "Kush është i sigurt nga devijimi pas Ibrahimit alayhis salatu wassalam?" Nëse Ibrahimi alayhis salam është friksuar nga shirku për veten e tij dhe për djemtë e tij, atëherë ne jemi edhe më parsor të friksohemi. Nëse friksohemi, duhet të ikim, kurse ne ikim nga shirku me dituri dhe mësim, dhe duke ju lutur Allahut për mbrojtje dhe përforcim në tauhid. Çdo herë duhet t'i lutemi Allahut që të na përforcojë në tauhid dhe të na ruajë nga shirku dhe llojet e tij, sepse Zoti ynë i përgjigjet lutjeve dhe dhuron shumë prej mirësive të tij. Në hadith të sakt kudsi, të cilin e transmeton Imam Muslimi në Sahihun e tij nga Abu Dharri radhiyallahu anhu, Allahu i lartësuar thot: "O robrit e mi, sikur të gjithë ju nga i pari deri tek i fundit, si njerëzit ashtu edhe xhindet, mblidheni në një shesh të përbashkët, mi drejtoni kërkesat e mua dhe unë ja jap secilit atë që ka kërkuar, kjo nuk do ta paksoj atë që e posedoj, as sa pakson gjilpëra nëse futet në det." Mësojeni dashurinë ndaj Allahut dhe mësoni si duhet ta veçojmë Allahun si Zot, si ta veçojmë me adhurim dhe si ta veçojmë me emrat dhe cilësitë e tij. E lut Allahun që të më bëj mua dhe ju prej të mirëve, që është i kënaqur me fjalët dhe veprat e tyre. O Allah, na jep udhëzim, na përforcon në tauhid, na i pastro besimet, niyetet, fjalët dhe veprat dhe na ruaj nga shirku, syefasësia dhe hipokrizia. Allahu i lartësuar ka thënë: Hamim, tanzilul kitabi min Allahil Hamim, tanzilul kitabi min Allahil Azizil Alim, ghafiridh dhanbi wa qabilit tawbi shadidil iqabi dhit tawl, la ilaha illa hu, ilayhil masir. Hamim, shpallja e këtij libri është prej Allahut, të plotfuqishmit dhe të gjithdijshmit, falësit të gjunaheve dhe pranuesit të pendimit, që dënon ashpër si dhe zotruesit të të mirave. Nuk ka të adhuruar të drejtë përveç tij dhe tek ai do të kthehen të gjithë. Allahu mbekoft mua dhe ju me Kur'an dhe Sunet, na e bëft të dobishëm secilin për kujtim në to, çdo urtësi dhe secilin ajet. I them këto fjalë që i dëgjuat dhe kërkoj falje tek Allahu për mua dhe për ju nga secili mëkat dhe gjuna. Kërkoni falje atij dhe pendohuni tek ai, sepse ai është falësi i madh dhe mëshiruesi. Alhamdulillahi ala ihsanih, wa shukru lahu ala tawfiqihi wa imtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu ta'dhiman li sha'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih, sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih, wa sallama tasliman mazida. E gjithë lavdia i takon Allahut për secilën mirësi. Ata e falenderojmë për suksesin dhe për çdo dhunti. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar të drejtë përveç Allahut një dhe i vetëm dhe i pastër nga çdo ortakri. Dhe dëshmoj se Muhamedi është rob dhe i dërguar i Allahut, i cili thiri për tauhid, moral dhe çdo mirësi. Salavatet dhe selamet e shumta të Allahut qofshin për të, për familjen dhe shokët e tij në përgjithësi. Mëtej, ju porosis ju dhe veten time për takua dhe ruajtje. Ruhuni Allahut ashtu si i përket madhërisë së tij dhe mos vdisni ndryshe pos si musliman. Dijeni se fjala më e mirë është libri i Allahut. Udha më e mirë është udhëzimi i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Punët më të këqija janë shpikjet në fe. Secila shpikje në fe është bidat, secili bidat është devijim dhe secili devijim është në zjarr.
O robërt Allahut, shpëtimi qëndron vetëm në tauhid dhe në pastrimin e adhurimit me përkushtim të plot vetëm ndaj Allahut, duke e mësuar këtë dhe duke i dhënë rëndësi të madhe derseve të tauhidit dhe librave të dietarëve që e sqarojnë atë. Dituria është një dritë në zemër që e ndriçon rrugën dhe i largon rreziqet. Allahun e lutim që të na i përmirësoj zemrat, të na i përmirësoj niyetet dhe të na i përmirësoj fjalët dhe veprat. O Allah, na e përmirëso fen, e cila është çështja jonë kryesore, na e përmirëso dunjan, në të cilën është jetesa jonë, na e përmirëso ahiretin, në të cilin është kthimi ynë, na e bëj jetën shtim të çdo të mire dhe na e bëj vdekjen rehati nga çdo e keqe. O robërt Allahut, dërgoni selavate dhe selame mbi pejgamberin tuaj Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, ashtu siç ju ka urdhëruar Allahu i lartësuar dhe ka thënë: Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Vërtet Allahu jep salavat pejgamberit dhe me lajket luten për të me salavat. O ju që keni besuar, dërgoni salavat për të dhe përshëndeteni me shumë selam. Dhe ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: Men salla alayya salatan sallallahu alaihi biha 10. Kush më dërgon mua një salavat, Allahu atij jep salavat 10 herë. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن أمهات المؤمنين وعن الصحابة أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك وإحسانك يا أرحم الراحمين.